Pas 24 orëve po shihen dëmët që kanë mbetur pas vërshimeve në shumicën e komunave në Kosovë, por mbetet interesant se si në komunën e Mitrovicës përkundër kaq shumë lumenjeve nuk ka patur vërshime. Megjithatë mund të llogaritën disa arsye, barikadat natyrale, por edhe barikadat që janë ndërtuar para 2 vitesh në disa prej lumenjeve, të cilat edhe i kemi filmuar. Ato barikada kanë ndihmuar që lumenjet edhe nëse dalin prej shtretërve të mos vërshojnë siç kanë vërshuar për shembull në 2023. E këtu është një prej urave më të reja dhe të famshme, e mbrapa meje është lumi Ibër, që është me një nivel shumë të lartë, por megjithatë nuk ka dalur jashtë shtratit me krejt vërshimet edhe lumenjet që kanë dalur jashtë shtretërve në shumicën e territorit të Kosovës, por kjo pra nuk është shpallur akoma si një emergjencë kombëtare. Megjithatë, pas këtyre vërshimeve, pra tash dalin në pa mbeturinat, ndotjet, por edhe probleme të tjera. Por si një prej arsyeve që nuk ka patur ndoshta vërshime në Mitrovicë, është sepse ujërat të cilat kanë rrjedhur me rreke prej pyjeve ose maleve, pra nuk kanë arritur me kreta të vërshime që të vinë të zbrasen në lumenje, sepse toka ka patur për më shumë nevojë për ujë. Lumenjet e Mitrovicës janë shumë të famshëm për shumë arsye, por një arsye kryesore është siç është Ibri edhe Sitnica, të cilët kurrë nuk bashkohen me njëri tjetrin, ose nuk përzihen në fakt edhe që ndajnë një kufi me njëri tjetrin. Pra, Lushta edhe Sitnica derdhen në lumin Ibër, pastaj lumi Ibër derdhet në lumin Morav, lumi Morav në Danub, e Danubi shkon përtej deri në detin e Zi. Desha qëllimisht që ta bëj këtë rrjedhë të lumenjeve për të kuptuar se vërshimet kanë një ndikim të madh jo vetëm në prurjen e ujrave, por në ndotjen e tyre ndërkufitare. Që është më rëndësishme që pas këtij vërshimi të fundit Kosova të krijojë pra politika të reja për lumenjet, për ujrat, për mjedisin gjithashtu. Por për gjitha këto ne do t'i diskutojmë në studio me mysafirët të cilët do na tregojnë se çfarë ndotje edhe çfarë pasojash kanë krijuar këto vërshime këtyre ditëve të janarit në Kosovë. Kthehemi në studio nga Mitrovica dhe sigurisht që vërshimet janë edhe çështja kryesore e këtyre ditëve, shqetësuese sa të duash. Nuk është hera parë që ndodhin këto vërshime të përsëritura, po madje tash po ndodh që brenda vitit kemi 2-3 herë vërshime, dimër, verë, apo sa herë që rritën edhe të rreshturat e shiut apo edhe të borës gjithashtu. Kështu që në studio kam të ftuar hidrologu, specialistin e ndryshimeve klimatike, zotin Bashim Kastrati. Mirë se erdhe. Mirë, faleminderit për ftesën. Me kënaqësi. Nga ana ime majt është zoti Sulejman Latifi, zyrtar për vërshime në ARPL. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Gjithashtu kam zotin Nat Kocine, që është udhëheqës i divizionit për çështje ligjore dhe marrëdhënie me publikun dhe ndërkombëtare në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Dhe kam zotin Jakub Gashi, që është specialist i cilësisë së derivateve, që është shumë e kënaqësi pra të flasim në këtë kohë, në këtë periudhë të vështirë. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se erdhe. Me shumë kënaqësi. Zoti Kastrati, fjala është për ju, sepse ju keni qenë njeriu i parë në terren, por edhe paralajmëruesi i vërshimeve, të përsëritura vërshimet, edhe gjithashtu të rreshturat të mëdha që ju veç i keni paralajmëruar. Po, natyrisht instituti e ka edhe me ligj obligative do të thotë që të bëjë monitorimin, por edhe informimin e institucioneve, por natyrisht edhe të qytetarëve. Edhe gjatë kësaj periudhe na e kemi përcjell situatën e përgjithshme, do të thotë meteorologjike edhe ato hidrologjike, ku si pasojë e rreshjeve do të thotë të dendurat të cilat kanë vazhduar me intensitet të lartë, në sidomos pjesën perëndimore të Kosovës, po pastaj edhe në pjesën qendrore, këto kanë qenë 2 zonat më të atakuara, apo ne që i dallojnë me pellgun e Drinit Bar, pastaj edhe pellgun e Ibrit gjithsesi Sitnicës, ku do të thotë prej datës 3 deri në datën 8 ditën e sotme, mesatarisht në territorin e Republikës Kosovës kanë rënë diku 96.1 mm rreshje. Natyrisht pjesa më e madhe e tyre ka rënë pjesën e rrafshit Dugaxhinit, ku në stacionin meteorologjik të Unikut janë regjistruar mbi 360 litra për metër katror, që është natyrisht domethënë pothuajse sasia rreshjeve mujore për një periudhë caktuar, domethënë me një lokacion të caktuar. Pra, si pasojë këtyre rreshjeve të intensitetit të lartë, ka ardhur deri te paraqitja fillimisht e vërshimeve, por kemi pastaj edhe përmbytje lumore, të cilat ne në hidrologji
faktikisht nështë ta jemi tash në fazën e hershme të vlerësimit, apo të kategorizimit e saj, mirë por nëse kemi thënë se në vitin 2021, e kemi pas një përmbytje me periudhë kthyese 40 apo 50 vjeçare, kjo e ka të i kaluar atë të vitit 2021. Por fatmirësisht nuk kësaj radhe nuk ka qenë i përfshirë tërë territori i Republikës Kosovës, sepse në dy pjesë të saj, apo në dy pelgje, si që është ai i Moravës së Binqës në pjesën lindore dhe pellgu i Lepencit në pjesën jugore, faktikisht nuk kanë qenë të përfshira në këtë situatë gjithësisht të përmbytjeve. Sigurisht do të kthehemi pra, por nga ana tjetër janë vëshime të përsëritura. A janë menaxhuar si duhet pellgjet edhe para se të ndodhin këto vëshime, ose para se të ndodhin të rreshrat atmosferike të mëdha? Autoriteti rajonal i pellgjes vulumore, që bën me menaxhimin e pellgjeve, kuptohet në zonat urbane janë të menaxhueshme nga komunat, ndërsa komplet i vetë pellgut menaxhon Autoriteti rajonal i pellgjes vulumore. Për para përgatitjen e këtu që na ka ndodhur nga 2023-a, 2021-a dhe tash kohëve të fundit, këto ndryshime ne si ARPL në bashkëpunim me komunat i kemi përcaktuar të gjitha segmentet që kanë nevojë për pastrim, duke u bazuar që përputhen me hartat e rrezikut dhe rrezikshmërisë nga vërshimet në Republikën e Kosovës. Edhe çka ndodhi me këto planifikimin e hartave të rrezikut? Hartat e rrezikut dhe rrezikshmërisë është një donacion. Po çka për shembull çka keni bë? I keni bë hartizimin, po çka ka ndikuar tash në ndalimin e përmbytjeve? Harta nuk ndikon. Harta është një bazë, gjithë kur tu ke bë hartat e rrezikut, harta nuk e ndal. Po harta është një mjet laps kryesor për hyrje për me artë një menaxhim. Po prandaj po pyesë, nëse qytetarit nuk i intereson për shembull që ju e keni bërë atje një hartë, pas atij vendimi, veprimit, çka ka ndikuar në ndalesën ose ndalimin e përmbytjeve? Në ndalimin e përmbytjeve, këtë kohë që na ndodhin, kur tan dhjetori nuk kemi fshi, kemi një rreshtë të cilët nuk kemi mësuar, nuk kemi adaptuar me këto kushte të quajnë ndryshime klimatike. Andaj edhe buxheti që është menduar më nda, tek ne shkohet, planifikohet dhe dahet për vitin tjetër. Mungesa këtu për mua është që në Kosovë mungon një fond për fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera. Kjo e ngadalson shumë punën. Ai fondi është një tjetër aspekt, po menaxhimi nga ana institucionale për pellgjet lumore të tjera është tjetër aspekt. Po sigurisht do të flasim edhe për Agjencia për menaxhimin e emergjencave, si e ka përballuar këtë javë. Natyrisht, në lidhje me komentet e kolegëve ose prononcimit e tyre, Agjencia e Menaxhimit Emergjent vepron në logjikën bazuar në ligj, që nën kupton merr nga paralajmërimi prej Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, e ndërmerr masat e domosdoshme dhe, sikurse e thash, bazuar në ligj, që do të thotë ngrit gatishmërinë e gjithë kapaciteteve koordinuese dhe reaguese. Çfarë janë kapacitetet koordinuese? Sistemi i komunikimit dhe koordinimit në fatkeqësi, mbështetur ose i referuar numrit emergjent 112, i cili është pa pagesë 24/7 i disponueshëm për gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht lokacionit ku ato gjenden. Ndërsa kapaciteti reagues, ne gjithmonë i referohemi fillimisht njësive profesionale zjarfikës së shpëtimit, për te tyne janë edhe shoqatat vullnetare të cilët i bashkangjiten këtij veprimin në situatë, por njësitë standarde janë Policia e Kosovës dhe shërbimet mjekësore emergjente, ndërsa në eskalim të situatës është edhe Forca e Sigurisë Kosovës, e cila paraqitet si reagues i dytë në nivel shteti. A arritët ta menaxhoni? Me kapacitetin që kishëm, ne bëm të pamundurën për të dalë qytetarëve në ndihmë. A arritëm ta menaxhojmë dhe a janë të kënaqur qytetarët me përgjigjen tonë në situatë? Unë besoj që gjithmonë ka me pas vend për përmirësim dhe secili shtet, secila shoqëri nuk mund të jetë vetë kënaqur për të thonë se kam arrit dhe s'kam çka të bëj, s'kam hapësirë për të përmirësuar e avancuar karshi interesit qytetarë.
Një prej çështjeve mbetet edhe se sa për shembull ndotja tashmë është pjesë pas vërshimeve. Prandaj edhe jemi të shqetësuar sigurisht se a mos ndoshta derivate të ndryshme pra janë bërë tashmë pjesë e këtyre vërshimeve, se vërshimet kanë ndikuar që të përhapen në mënyrë të rrezikshme, zoti Gashi? Po, përveç kohës e vërshime dhe gjatë periudhës edhe kur s'kem vërshime, derivatet janë shfaqen rrezik permanent. Ne kemë edhe ndoshta është mungesë edhe mospunës edhe Ministrisë të Ambientit pse s'ka ndiku ose s'ka marrë veprime ligjore. Shumë vende të Shtetit të Bashkimit Evropian ndalohet kalimi autobotave ose kamionave të cilët janë të regjistruar me ADR, për rreth lumeve ose liçene. Deri te ne zakonisht ose për çdo ditë çarkullojnë lirshëm kamionat me derivatet naftës. Tash të shkencëtarisht është e vërtetuar nëse 1 litër vaj derdhet 1 milion litra ujë duhet me pashtru atë pjesë. Tash para mendon nëse me një liçen ose me një vend pen ku është si vend burimi i pishëm, praptohet ose rreth ka një fatkesi edhe bie një mahu me 33.000 litra. Domethënë rreziku është permanent edhe gjatë periudhës jo vetëm gjatë kësaj kohe, edhe pse ku do në Bashkim Evropian është përgjithësi kontrolla e cilësisë i përket Ministrisë të Ambientit. Me qenë se ndikon direkt në ambient, është përgjithësi këto tek ne është me të Ministria e Tregtisë që është gjë e gabuar. Me qenë se këta hartojnë ligjet edhe ndikon drejt për drejtë në ambient, duhet kalonte ose të ishte pjesë e Ministrisë të Ambientit. Po përveç kësaj, për shembull, çfarë rreziku të madh ose a mund të ketë rrezik të madh, ndoshta shpërthimi këtyre autobotave dhe gjatë ose edhe pompave të naftës të benzinës gjatë këtyre vërshimeve. Tash ne flasim u dash Ministria e Planifikimit, Ministria e Ambientit dhe Ministria e Tregtisë me pas një plan monitorimit ose kontrollit këtyre pompa, edhe pse shumica e pompa një pjesa dërmuese tyne janë afër lumeve ose mund ndikojnë. Tash edhe këto vërshimet, nëse janë sa tha ekspertit, domethënë ka mundësi edhe të futet përzihet me ka mundësi rrjedhje, edhe pse është e menaxhueshme rrjedhja për shkak të humbje, po derisa të heton pronari pompës që ka humbje, atëherë ky e ka ndodhur ambientin, ose ka ndodhur ka filluar rrjedhja përmes tubacionit ose përmes rezervuarëve në tokë dhe për të nura në toksor. Sa janë të sigurta rezervuaret në tokë në Kosovë? Nuk e di, këto është përgjithësi e Departamentit të Emergjencës një pjesë edhe ata aplikojnë në Ministrinë e Planifikimit hapësinor për deponi edhe pompat e benzinit kanë kalu si përgjithësi e komunës. Tash të standardet evropiane duhet të bëhet një impjant para vendosjes të rezervuarëve për shkak të kullimit ose të bëhet edhe për cilja e kullimit të tohet. Këtu të ne vendosën tokë, është pak që jenë përfil standardet evropiane. Do me thënë që pas ka qenë mundshme në çdo vërshim të përzihen derivatet me ujëra nën toksore ose lumeni? Ka pas raste në kalume ku është përzi, po e ka hetu pronari pompës, është tu e në bë analizat edhe është të rjek. Në raste matralla, për shumë, pas që ka qenë afër, ka qenë reshje e madhe e borës, edhe ka depërtu ujë, ka ndot, e ka mbush rezervuarin, është lajmëru, është të rjek aje si sasi. Po ka mundësi edhe sasi të vogla kur nuk hetohet, mund ta it ose mund të kullohet, të futet përmes dhëut edhe kalon në ujrat në toksor, si gjatë si është e rrezikshme. Absolutisht. E përmendi Agjencinë e Menaxhimit, pra dhe a keni arritur që detektoni diçka të tillë, ndonjë pasiguri ose rrjedhë? Nga ky aspekt nuk kemi arrit, nuk kemi njoftimit po këtën për sistemit komunikimit në teren dhe për njësive reaguese zjarfikës e shpëtimit kryesisht, nuk kemi një informacion të tillë deri më tani dhe lusim dhe shpresojmë të mos e kemi edhe në të ardhmen, sepse ndotja është rrezik publik dhe rreziku publik në prek që gjithë neve. Deri më tani nuk kemi... E në të kaluarën a ka patur raste? Nuk kemi pas raste tillë ose njoftime për rrjedh në lokacione specifike, pra nuk mund them diçka më shumë. Ka qenë bora, ku shkri, ka është fund rezervuar është hetu, por nëse është niveli, është rrit niveli shiut edhe rezervuarit janë to, ka mundësi përzirjes. Po e shumë e vogël, po ka mundësi të përzirjes. Po sa i përket emergjenca, për shumë të iki kamionat që qarkulloj me ADR për rreth Badosit.
është rrezik permanent, është përgjithësia juja, përgjithësia e Ministrisë të Ambientit. Është mirë të rregullohet. Tek e funda, jashtë asaj, si përfaqësues të institucione, ne jemi konsumatorë, jemi qytetarë. Tash paramendon nëse një cisternë me navë derdhën badov, se ai uji është më i papishëm. Ajo është edhe me ligj të ujrave, ndaluar që për rreth liçeneve të tilla të ecin autobotët, edhe të ndërtohen pompa. Sa po praktikohet ose sa po zbatohet ligji. Unë nështë muj me shtu në drejtim pa tjetër, që nga viti 2022, ne jemi në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës në zbatimin e direktivës pikërisht në këtë temë, dhe janë përpjekjet për ta koordinuar veprimin në nivel shteti që automjetet me materiale të rrezikshme konsiderohen që të kenë trajtimin e duhur sipas standardeve që ju sapo i përmendet parës. Nga viti 2022-2025 janë 3 vite. Kosova ka shumë pak hapësirë ose territor, është shumë lehtë i menaxhueshëm, ka pas mundësi këtë menaxhohet. Ose ligji për shemb 2022 kur është aprovuar është çdo 100.000 ton krijohet një raport auditimit për kompanitë e naftës. A është krijuar ai raport? Nuk është krijuar ai raport se në Kosova importon 740 deri në 800.000 ton. Domthonë asnjë kompani nuk e mbrin 100.000 tonë. Është shit si vlerë që mos me ka pas një kompani, domthonë mos me ka raport. Ka pas mundësi tulet aja, ose t'i bëhet edhe raporte se nuk ka më rëndësi të fakturohet ai si raport ose si vizitë, po është mirë të vizitohet për shkak ndodhjes, për shkak përgjegjësisë. Që kemë rëmë të na jem konsumator qytetar këtij venit është përgjegjësia e saj. I ndihmon edhe kompanive të naftës nëse reagon. Nëse jep projekte ose i reagon ose i ndihmon rreth asaj, mos tjetë shkaktari. Se kjo mund të ndodhe edhe te qytetarët e thjeshtë që marrin mbajnë në për bidona derivate, mund të jetë përfshirë vërshimet ujë që otlusën po? Falë, të është iki edhe importin e vajra. Të është Kosovë importohet e statistikat sa importohet. Por nuk kemë statistika dalë se të vajra të përdorë. Shkojnë. Ato dhe nëse digjen ato mendon për vajra familjare apo vajra motorike, po? Ku shkojnë ato vajra motorike? Ku shkojnë, deri në diku? Nëse digjen, ato digjen prapë do të në ambientin. Nëse shkojnë dikun, ku shkojnë? Nuk shkojnë askund, në fakt, nuk kam pa që digjen, se kur i dërgojmë këto automjetet tona për ndrimin e filterve e vajrave, nuk është se ata kanë ndonjë bidon të caktuar për ndonjë vend të caktuar. Po deshte? Vetëm deshte se ishte faktikisht po ndëlidhi prap me veprimtarin cilën veç unë e bëj. Është çështje shumë komplekse dhe shumë aktuale, mendoj. Në situata të tilla, tash po e paramendoj, do thotë një situatë ku zonet tëre përmbytur, sikur të imazhe që jemi të i po tani. Dhe natyrisht edhe harta që i përmeni kolegu Syla, do me thonë të cilat i kanë krijuar. Hartat janë bome me periudha kthyse 20, 50, 100, 500 dhe 1000 vjeçare. Dhe nëse zyrtar caktuar ose institucione caktume i marrin për shembull çdo harta dhe i shohin se ku të arrit niveli i ujit me një periudhë përmbytjeve 20 vjeçare, edhe ti kemi pa numrin e pompave të cilat gjenden në çat zonë. Edhe faktikisht do të thotë këtu është ideja se a është përmbyt po edhe tani për shembull është e mundur me pas se sa prej tyre janë përmbytën. Sidomos na po folmi tani për ndotjen prej derivateve, për karburantit. Por natyrisht aty është edhe ndotje tjetër, natyrisht ka edhe infrastruktura kritike të të shkollat, spitalet, energjetika, teknologjia po kishte rastin e kështu me radhë. Prandaj do të thotë shumë e rëndësishme këto harta që jemi tani, edhe realisht mujna me pas se çka kemi bërë deri tash. Po prandaj edhe e pyeta mirë, hartat janë bërë, po cili ka qenë ndikimi këtyre hartave, a ka gjetë zbatueshmëri? Ishte ideja se këto tani janë krijuar dhe i vijnë kohë për me fillu në zbatim me u bë. Shiko, kur tham hartat, kur themi janë kriju në serverës, hala që jemi për me instalu procedura që duhet me pas qasje, janë ndikon rreth 2000 harta. Me 3 skenar, me ndikimet popullatës, ndikimi infrastrukturës, materijet e rrezikshme, IPPC, gjitha. Edhe janë se gjitha skenarët vendosen në 3 skenarë, do të thotë 20 vjetë periudhë kryese, 100 vjetë dhe 1000 vjetë. Po, tash në kry. Edhe ato kur tash është i bazë e mirë se sinte, neve na intereson se është shumë ma letë me menaxhu dhe ku i kemi. Ato duhet me pas edhe portali me pas edhe një qasje në ta harta, ku të rregullohet, kuptohet qytetari me pa zonën, pronën e vetë, dhe për shtaj kru. Por besojmë, kjo është një bazë që tash në ka kriju një lehtësi shumë të madhe.
Edhe pse ligjet kanë ekzistu, kanë funksionu, si që është edhe ligji për ujra, që ndalon rreptësisht për shembull pompat ku mund të ndërtohen për jo. Që 20 vjet të duhet ligji e jep udhëzimin administrativ, duhet me i kriju hartat, që më kriju. A di me i kriju ato harta? Jo vetë. Ka bo eksperta që kanë një vlerë dhe cilësi lartë. Unë jam uzu që tash kanë fillu. Më mirë vonë se kur. Dhe tash pas për shembull mirë, vërshimet ndodhen. Sigurisht mund të ketë vërshime të reja, sepse ende pa shkuar një vit, ndodhen dy vërshime. Fatkeqësisht tani janë bërë 5 vite, kur kemi konsideru se vitin 2021 kemi pas një përmbytje me periudhë këthyse 40 vjet ose 50 vjet, që quhet në hidrologji, por kaluan vetë ose 5 vjet, pra po i bjen që një përmbytje që ka ndodhen të kalumen çdo 50 vjet është përsëri dhe më thonë brenda 5 vite. Jo tash brenda 2 viteve po i bie se korrikin e kaluar ka pasur vërshime. Nuk kanë qenë përmosë të tillë, është në kështu i kategorizojmë ato. E qartë, po si dhe qoftë ka patur vërshime. Përmbytjet janë çdo 2.5 vjet, nëse e marrësh çdo 2 vjet. Në shkak më shumë natyror apo urbanistik dhe aspekti njerëzor dhe institucional që ka shumë faktorë. Faktikisht domethënë këto janë faktorë shumë të cilët ndikojnë në përmbytje. E para që ndoshta unë në aspektin profesional i atriboj ndryshimeve të shumta që janë bën mjedisore, e para, por kjo si pasojë në aspektin natyror është si pasojë e ndryshimeve klimatike. Rreshjet, intensiteti i lartë, për shembull, distribuimi, shpërndarja jo e barabartë që ka qenë kalume, domethënë tani sasia më e madhe e rreshjeve vjen gjatë sezonit së dimrit, kur përpara tradicionalisht domethënë kemi pas rreshjet edhe përmbytjet gjatë pranverës edhe gjatë vjeshtës. Tani kemi dimrit. Po si do të qoftë, tjetra natyrisht janë edhe ndryshimet shumë të mëdha do të thotë në mjedis në ambient. Prandaj këtu dishta po. Dhe se dëgjojmë edhe në për debatet përditshme, do të thotë ky ka fajt, ai ka fajt. Unë nuk dua të arsyetoj askënd, por po e ndëlidhi me këtë. Sasia madhe e rreshje këtyre ditëve që ka qenë, intensiteti shumë i lartë. Faktikisht edhe në vendet më të zhvilluara me qenë kish shkaktu përmbytje, por natyrisht ato kishin pas ndoshta një përmasë apo një shkallë të caktuar. Te ne nuk mund të hartat i kemi kriju tani. Shpresojmë domethënë se do të futen zbatim. Ka edhe ligje të mira dhe gjithçka. Por diçka nuk funksionon përsëri. Është mendësia jonë, fillimisht do të thotë se lumejt janë transportues të mbeturinave, pastaj degradimi, eksploatimi i pakontrolluar i rrërës, i neteve, zhavoreve, edhe mirëmbajtja atyre. Mirëmbajtja nuk nënkupton vetëm se me ndërmarrje do të thotë strukturore me bo, po ndërmarrja mund me qenë edhe shumë e thjeshtë që mund të bëhet prej komunave, çdo 2 vjet ose çdo 5 vjet, një mirëmbajtje e lehtë. Pa u futur do të thotë në detale. Dhe çështja tjetër që duhet me diskutu që është shumë e rëndësishme, rehabilitimi i lumejve nuk bëhet nëse dojna me zgjidh një herë përgjithmonë problemin e përmbytjeve, do të thotë edhe menaxhimin më të lehtë të tyre, nuk mund të bëhet nëse bëjmë zgjidhje parciale. Kjo i bjen. Nëse ndërmarrëmi për shembull, ndojmë fonde ose institucionet të nivelit qendror, ose komunat, për segmente caktuara lumore, ku ne konsiderojmë se janë më të rrezikshme, ajo mund të jetë përkohësisht një zgjidhje, por zgjidhjet bëhen në nivel të pellgut. Në nivel pellgut ekziston lumi kryesor, i ka rrjedha, degat, se asnjë teknik, asnjë model, asnjë, si më thon, studim shkencor nuk mund të zbatohet në të njëjtën mënyrë për një pellgun tjetër, sepse secili ka specifikat e saj. E ka reliefin, e ka gjeologjin, e ka pastaj geomorfologjinë e saj të ndryshme, e ka formën, llojin e tokës, pedologjinë, e ka rrjetin e organizimit të rrjedhave lumore, do të thotë kështu me radhë. Prandaj, pa filluar faktikisht kanë ekzistuar të kaluar planet e rregullimit, domethënë shtratëve dhe brigjeve për mbrojtjen nga përmbytjet. Pa fillu do thotë në nivel të pellgut, njësia kryesore e studimit edhe menaxhimit edhe mirëmbajtjes së një lumi është pellgu. Dhe nëse fillojmë me zgjedhje parciale, prap nuk mundna me bëj zgjedhje afatgjatë. Domethënë duhet me filluar, natyrisht duhet hudhen shumë jetës, shumë fonde, po duhet me bë. Kjo është vetëm se një ranë. Ana tjetër është, nëse diskutojmë edhe për ndotjen, për shembull ndotjen e lumejve, faktikisht ne e dimë se janë kriju kolektorët fatmirësisht në për zonat ndryshme, vendbanime, kështu me radhë, po ku shkojnë prapë dhe me thonë ato derdhën në lumej. Prandaj po rastësisht në stand-up kur e përmenda rrjedha e lumenjeve deri ku shkon, ndotjet deri ku shkojnë. Ne kemi realisht shumë probleme gjatë stinës verës, po e them edhe në këtë rast. Kemi shumë probleme kur është piku i thatësisë. Lumejt Kosovë, sidomos të karakterit fushor që janë, kanë rrjedhat e tyre minimale.
Dhe ne e kem problem me identifiku prurjen e tyre e reale, sepse ajo është, do me thonë, uji i kanalizimeve. Realisht është uji i kanalizimeve, se nuk ka rrjedhë natyrore, për shembull. Edhe nuk mujna me identifiku sa është thjesht, do me thonë, sa është rrjedha natyrale e qëtij lumi. Do me thonë janë përzi ujrat e zeza me ujrat natyrore, edhe kjo është një katastrofë ekologjike mjedisore. E mos diskutojmë tani se pasojat mjedisore të këtyre përmbytjeve, të këtyre ditëve ne kemi pa në ditë dhe në vazhdim. Kontaminimi i ujrave nëntoksor që është i pashmangshëm. I tokave bujqësore, cilët i kanë përdorur sera, do me thonë, ose edhe të kulturave tjera laboratare që planifikohet veç me fillu njerëzit me i punuan. Edhe nuk rehabilitohen këto shumë lehtë, vynë kohë për me i kthyen në gjendje normale. E ceku kur tha harta, çka harta? Deri tash, kur bën në zgjidhje të pjesme, mund me rregullu çat segment. Po vërshimi kena më shumë o më lart o më poshtë rrjetës. Kur e marrmi me rregullu një pjesë, fonde për me rregullu nivel të pellut janë shumë të shtrejta. Nuk është po. Sa janë të shtrejta? Për shembull, një projekt për me bën një pellk mundet me qenë zonat me rrezik ekstrem, nga hartat është bërë një aneks projekt, po nga këto harta që janë përcaktu, cilat janë kriteret. Po jo se përmendet shtrejta, unë të pyeta sa të shtrejta. 1 milion, 5 milion, 10 milion, 100 milion? 100 milion. Mirë, e deri tash sa 100 milion se ka shkuar. Mirë, taksat e qytetarëve, unë po dëgjoj, po taksat e qytetarëve ne po themi të shkojnë nëse taksat e qytetarët, edhe si ke pas letat, kuj ke çuparet, kuj ke bo, nuk ke pas strategji. Do të për cilat janë kriteret për më shpall një zonë ekstreme. Të gjithë rregullimin e gjithë klubeve nuk i mundësi me bas shtetet në zhvillim. Zoti Latifi, qytetarët janë gjendje katastrofale aktualisht. Pa, nuk janë sa po thua keq. Jo, janë. Njëri prej misafirëve, për shembull, që sot ka pasur vi nga Drena si misafir, është vëshuar shtëpia, edhe tërë familja janë sëmurë, sepse tërë natën, tërë ditën që ta heqin ujin për shtëpisë. Jo, është gjendja katastrofale, mos flasim ne prej Prishtinës, edhe dhomave të nxehta. Në më thënë, damet janë edhe milionçe, edhe shëndetësore, edhe mjedisore. Atyne qytetarëve nuk ju interesan, për shembull, se cilat janë harta zonale, se kanë institucionet obligim ta bëjnë. Nuk është shkop magjik të zgjidhjet mjedisore. Jo, 25 vjet nuk është shkop magjik. Vetëm edhe një gjë ta them. Nuk po lart me fol. Po, mirë. Jo vetëm një gjë. Po ndërlidhim me këtë. Është për thorë keq natyrisht kur ishte shtëpia të përmbytur nga njerëzit, po vetëm se nëse shkojmë me për shembull që ato shtëpia janë ndërtuar në shtrat lumit, për shembull, ose në zonë e cila përmbytet. Po, disa, po. Jo disa, shumë ka. Shumë ka që janë ndërtuar. Po. Shumë ka. Atër vjen çështja pse janë lejuar ndërtuar. Po, prandaj po them se ju jeni në emër të institucioneve, përveç zoti Gashi, që të tre jeni të institucioneve. Dhe unë nuk po bëj pyetje rastësisht. Domethënë, kur t'jeti njeri specialist i fushës tënde edhe ekspert, ti i thu një ex-ministri, jo kjo zvohet, jo kjo nuk lejohet. Jo, kështu po themun. Menaxhimi do thotë kur vërshimi, vërshimi nuk i teket as veç Ministrisë së Mjedisit, po janë të gjithë, edhe qytetarët, edhe bujqësia, nuk e menaxhon asnjë. Unë po të them, kur është bo, orë që jam mësu, janë 4 zona me ekstrem të lartë rrezikut. Për me një zonë, për me rregullu, që jep se nuk bëhet klasifikimi, nuk i banorëve zonë. Po gjithmonë, se po thua s'po t'le po, edhe në libra, kër e kemi mësuar, kër kemi qenë fëmijë para 30 viteve, na kanë treguar cilat zona Kosovë janë të rrezikut, ku nuk bën të ndërtohet, zoti Latifi. Do me thënë këto gjëra ne i kemi ditur edhe fëmijë, i kemi mësuar shumë qartë, ku nuk bën të ndërtohet, ku bën të ndërtohet. Qysh nuk bën për shembull shtrati lumit të betonizohet. Ata thonë një paradoks. Unë e dëgjova mbram, hiç më lart disa kryetar të komunave që merren me menaxhim tani situatës emergjente, edhe thotë janë i kemi evakuuar disa shtëpi, disa banorë që shtëpiat e tyre janë përmbytur, po janë pa leje. E thashë unë e pyet na vetëm po pse i ke leju më po pa leje. Se është faktikisht ajo është në nivelit komunal. E kemi rastin pej, shtëpia mbi kanal. Po. Nuk është ministria. Mbi kanal, kanali është me 50 cm. Po do të thënë institucionet janë. Ata po thonë është ministria, ju po thoni komunat. Të begatoje mos e marrni ping-ponget të ujrave, edhe para lajmërimi edhe pellgjet. Tani në aspektin e menaxhimit, sepse zonja gazetare që e bën pyetjen në kuptimin e çështjes interesi qytetar ka absolutisht drejt. Dhe në gjithë jemi të thirrur me ia lehtësu qytetarit mos me ardhur deri te situata e vështirë ose katastrofa që e godet
jetën, mirëqenjen e tij dhe ambientin rrethina. Ka shumë të drejtë dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm dhe bashkë ndjejmë secilin qytetar të goditur. Tani edhe kurdo që të goditet nga fatkeqësia. Çfarë dua të them këtu ndërlidhje me temën? Sulejmani përmendi hartat, që është element shumë domethënës në procesin e vlerësimit të rrezikut. Ato harta i shërbejnë atij niveli komunal, sikur se tha bashkimi, sepse secili rrezik ndodh në lokalitet, nuk i ndodh ndërtesës së qeverisë. Po ndodh me një skaj ku do qoftë të teritorit të Kosovës. Nëse flasim për përmbytje, ato herë marrin lokalitetet caktuar, herë përfshin zona më të gjëra. Pra, hartat e krijuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Agjencisë Mbrojtjes Mjedisit, ARPL gjithësisht ju si institucion. A jeni Ministri të Bujqësisë në cilën jeni? Mjedisit. Mjedisit, shumë mirë kam qëllu. Pra, këto i shërbejnë niveleve komunale për vlerësim të rrezikut në nivel bazë, në nivel komunal, por i shërbejnë edhe shtetit në nivel shteti. Vlerësimi të rrezikut bën, po besoj se pajtohet edhe Sulejmani dhe bashkimi, ku i kemi partner, ndërsa na kemi mandat si Agjenci e Menaxhimit Emergjent të prim këtij grupi të ekspertëve nga gjitha institucionet për të bërë vlerësimin dhe rishikuar në periudha të caktuara atë vlerësim të rrezikut me përshtat me ndryshimet. Mirë, a keni përshtat me ndryshime para 2-3 vitesh që ndodhen vërshimet? Unë besoj që po, e kemi përshtat edhe ai vlerësim e rrezikut, jemi të folë për letra tani, për bazuar në cilët ndërtohen praktikat ose bëhen veprimet. Bazuar me një teori ndërtohet një praktika, po pajtohet edhe ju, besoj. Po. Ju tash keni drejtë se qytetarët nuk e intereson shumë ajo teori. Sepse nuk i intereson shumë se çka ato bëjnë qeveria. Jo, atyre ju intereson, domethënë se qeveria, komunat janë aty për t'ju ndreshur jetën edhe për ta udhëhequr këtë vend aspektin biznesor, natyror, ekologjik. Domethënë, tash mund të themi që ka katastrofë ekologjike, a mund të themi kështu? Po mirë. Po shpresojmë mos vinë në atë nivel katastrofë. Këtë ndodhjet që vinë. Sepse për te katastrofës s'ka, për te kjo është më e larta, por shpresojmë që mos vinë ajo, bashkimi e përmendi pak pore se do t'i shohim pasojat. Nuk isha me thonë katastrofë. Do të thuash, katastrofë ekologjike, o nuk po them katastrofë natyrore si punë tërmeti, ose përmbytje emergjencë kombëtare. Por mund të jetë katastrofë ekologjike Ekologjike është më e rrezikshme se sa tërmeti. Po, katastrofë ekologjike në vazhdimsi. Nuk isha sugjeru me i përdor të termet, se thash për te katastrofe nuk ka. As shkencore. Emergjencën unë mbajnë në këtë nivel, në shtrirë, në territorë dhe në shpërsi, nëse së katastrofë ekologjike, qka është për shambull? Emergjencë. Emergjenca sa zgjatë, për shambull. Qka themi, për shambull, ndotje dëmët që lëjnë tash pas vërshimeve, si t'i quemi, si do t'i menaxhojmë, shëndeti publik, si do t'i menaxhohet, njerëzit sëmurën, në shumë aspekte. Qka t'i themi asaj pas emergjencës? Që lënë pasoja, dhe më thonë, kur lënë pasoja është katastrofë ekologjike, është ashtu? Zoti Kastrati? Aktualisht tani për shambull, për derisa po flasim vështirë me bo një vlerësim t'illë, pa fillu mu stabilizu situata, po edhe nëse bazohemi në aspektin profesional dhe shkencor, është kogja vështirë, sidomos në rrethonat tona me bo një kategorizim se çka është një ndotje ekologjike, po do me thonë ndotje ekologjike. Edhe pse nuk po e mohoj se në zona, faktikisht gjithë kjo përmytje që ka ndodhen, e diskutuam edhe më herët do të thotë me karburante apo derivate kështu me radhë, por natyrisht unë nuk e hek përmendje se dikun do një zonë caktume, me një nivel ndoshta shumë të lokalizuar, po pasojat natyrisht se çdo përmbytje ka pasoja, jo vetëm se ndëmtimet që i shohim na fizike, po ka ato që vren edhe më vonë, po natyrisht. Prandaj po them po. Nga konteksti i ujrave kërkoj falje për të marrë edhe gjysmë minuti. S'ka problem. Nga konteksti i ujit pijes, unë e di se Instituti i Kosovës për shëndetin publik Kosovës e trajton këtë temë dhe e trajton me kujdesin e shtuar. Jo, ai trajton vetëm ujrat, po, jo, të shëndet nuk i kontrollon lumenjet, nuk i kontrollon ujrat në toksore, jo, ai kontrollon vetëm... Fola për ujt pijes, e kisha fjalë për ujt e pijes. Vetëm në kompanitë regionale, nuk i kontrollon për këtë çka po themi në ujrat lumenjeve bujqësore. Do të më kontaminu, edhe lumej, edhe këto bona, për me anë dhe thonë, katastrofë. Po thoni që janë kontaminuar me Sa?
që di është, farë shkallë. Thuhet katastrofë. Është shumë e madhe. Jo, atëherë duhet me shkruan i kejtë. Prej 1 deri 10 sa është niveli Po nuk e di, ndotjes? nuk flas pa matje. Pa matje. Me sy nuk flitet. Zoti Gashi? Po? Kjo porosia kryesore. Çdo katastrofës vinë rastet emergjente, kyçet emergjencë. Nëse s'ka katastrofë, atëherë çaj duhet emergjencës më involvu. Po. E dyta, ligjet kanë qenë të mira, me qenë se kemë pas edhe bashkëpunim prej institucionet bashkimit evropian, ligjet e në artu të mira, po sa ka zbatim të ligje, është mirë trajtohet sa ka zbatim ligjet. S'ka e Sa i përket shumica. Institutit Shëndetit Publik, ai merret me analiza të sjellëse rajonale. Tash na po flasim nëse kjo ndodhje ka ndodhur. Sa janë marrë analiza nga puset prej qytetarëve, është pasi dëmshëm. Te ki rastin edhe te Kishnica kur është para lajmëruar se 2 vite po kemë problem me ndotje me liçeni Badovsit. Sa janë kontrollu puset Grasanicës ose në Kishnicë ose në Amor ose në Hajvali. Sa është bë analiza mund të jenë një gjendje reale. A kanë diku? Badovsi me në gjohë për kë, a bëhen analiza. Edhe në lice i bën kërru Prishtina. Po, ato i bën kërru Prishtina. Në rregull, na po flasim për shëndetin, a për ndotjen. Do sa janë kontrollu ujrat në toksor, sa janë marrë pusat. Po jo, katastrofë, po raste si fatkeqësi. Fatkeqësi natyrore për mbytje. Po instituti sa ka bë analiza nga puset fshatrat ose lokacionet përreth. Sa është marrë analiza, më trajtu si problem, nëse kanë diku çaj ujë badë. Halan nuk është kry. Ajo është faza rikuperimit. Sa me zotë. Faza rikuperimit është Jo, të badosi për rastet e mëhershme, rastet e mëhershme. Rastet, liçenet e mëdha, rezervaret, edhe me ligj, edhe i KSHP-ja, edhe kërru Prishtina, do thotë kontrollohen. Nuk lëshohet ujë sistemi. Nuk po flasim ne për Jo, po flasim për kontrollimet e liçeneve, ne po flasim për ujrat natyrore, puse, lumenje, për këto. Ku shkojnë ata? Po, ku shkojnë ujrat në toksore, zoti Kastrati? Ku shkojnë? Po e them shumë thjeshtu. Ujrat sipërfaqësore të ndotura, kur them të ndotura nuk po i përcaktoj ajo në aspektin kimik apo biologjik apo çfarë. Padyshim se ndikojnë domethënë edhe në kontaminimin apo ndotjen e ujrave në toksore. Se ujrat në toksore komunikojnë me ato sipërfaqësore, është krejt normale, është proces domethënë është gjeologjia e tillë që bëhet. Ne nëse dojna faktikisht instituti e bën monitorimin e ujrave sipërfaqësore dhe nën toksor, edhe në aspektin kualitativ. Edhe në aspektin kualitativ. Do me thonë, të në institut bëhen vetëm se në aspektin fizik edhe kimik, po jo edhe bakteriologjik ose biologjik me bo. Merën mostra natyrisht edhe bëhen analizat. Dhe po besoj se është rutina po standard të cilin ne mundomi me përdor, ku merën mostrat janë pikat e caktume, do thotë me pjesët burimore të lumejve, pastaj dalja prej zonave urbane apo zonave të banushme, dhe është metodologjia, do thotë standarde ku qysh merën mostrat edhe kur bijnë laborator analizat. Tani nëse unë personalisht kisha pas shumë qef me i pan kur të merren gjatë kësaj situate, nëse është ajo plani i monitorimit të tyre, dhe me pa analizat pas një kohë, do të nështë një javë ose 2 javë kur të kryet gjitha ajo procedura, edhe me pa realisht se çfarë është ndotja e ujrave sipërfaqësor, edhe fatmirësisht kemi fillu para një 3 viteve dhe monitorimin e ujrave në toksor. Po, prandaj lutem tregos si është gjendja, pra Nuk e dim. Mirë, po se cilësinë e ujit të lumenjeve të rrjedhave bën edhe instituti. Instituti edhe në toksor. Po. Me pas. Dhe më të s'keni dhëna. Jo, e po shtash, ne nuk thojmë, po katastrofë nuk është. Mirë, po heqi fjalën katastrofë. Ja, vetëm se e din që zoti Koqina e din shumë mirë, faktikisht se na po flasmi, po themi pasojat. Faktikisht na nuk e kemi kaluat fazën e menaxhimit, do me thonë emergjent që është të situatës. Pas kësaj, fillon faza këte që ka po diskutojmë i po pasojat. Njëra për pasojave është edhe ndotja, kontaminimi, do thotë i ujrave, dame që në shkaktu e kështu në radhë. Vlerësimi. Vlerësimi. Pa dano që shpëton. Unë e dëgjova dhe dje prej disa kryetarëve të komunave, ndoshta edhe gazetarët i kanë bërë pyetje, bisedojshin, ishte situata emergjente, mi pështu njerëzit do të thëshin vlerësimin e dameve. Sa është kosta e Po nuk bëhet ajo. Nuk s'mund dihet.
Ka procedurë për marrëdhënien. Mund desha të ndërlidhem I një shumë mirë këto. Se ne nuk është mirë të hymë në tema në përgjithësi ose në mandate institucioneve përgjithëse dhe relevante për veprimet ose funksionet e tyre. Kjo fjala është për cilësinë e ujit, për monitorimin e analizave biokimike ose biologjike të ujrave, prandaj nuk është mirë na të shërohem sepse nuk e kemi një përfaqësues nga institucion. Po mirë, është një prej njerëzve që e bën matjen e cilësisë edhe aspektin e sigurisë të derivateve. Prandaj nuk është diçka që se din, nuk është diçka që nuk e din. Ne ose nuk e kontestuam punën, na vetëm pyetëm nëse ka analiza edhe të pusëm nga qytetarët në lokacionet përreth. Momentin kur ke pas vërshime, shumica nuk kanë infrastrukturë ujore, nuk e kanë sistemin publik të ujësjellësit. Është mirë mi kontrollu edhe ato puse sa ndikon. Përveç dame, materiale, që jenë pa kontestueshme të larta, dame ekologjike është më e madhe se damet materiale. Se je pasoja shumë vjeçare, domethënë komplet si familja ose si fshat. Prandaj edhe ndërlidha unë me komentin tim deshta të përcjellim mesazh të qytetarëve. Është mirë se institucione si Severit merr masa të shpaku të bëhet mosa ose testime. Nëse ai ujë ose sprej ati pusi mund përdoret për ujë të pishëm ose mund ndalohet për një periudhë caktuar. Është një mos preventive, mendoj, edhe mas përfundimit ty në vërshime. Edhe pse instituti... Se përzorën edhe ujra në toksor. Prandaj, po them nëse... Po mirë, prandaj, krejt në fund edhe një herë. Edhe pse instituti me siguri e bën punën e vetë në kohë. Ne s'po themi për institutin që nuk e bën punën e vetë. Jo, nuk asun nuk po e them atë rasëri. Por është mesazh prej neve tash. Po qytetarët nuk kanë nevojë për një mesazh, ata po lypin veprim. Ata janë dëmtuar, natyra po dëmtohet. E institucionet do duhet ta jepshin pra mesazhin me vepra, paraprakisht, të mbrohen. Po, institucionet me kapacitet të veta kanë vepru dhe me dijen e zotësinë e vetë kanë vepru. Qoftë nivel lokal, qoftë nivel qendror. Tani për të parandalu një përmbytje, në tuko që nuk ekziston një shoqëri ose një shtet, një mekanizëm global që ka parandalu në. Jo, parandave sa them ne ndërtimet apo lumenjeve, ndërtimet zone që nuk duhet. Kjo është parandalim. Merën vesh zonja gazetare. Po. Mirë kuptohem. Na mund të përshtatem dhe të zbusim efektet e fatkeqësisë, por ta parandalon. Ma tregoni një rast ku parandaloni. Nuk vola në kuptimin natyror, po parandalimi është pikërisht kundër lipet lejet të ndërtimit, ku ndërtohet. Jemi tu fol për përshtatjen me ndryshimet klimatike, nderuar gazetarë dhe publik i dashur. Pra ne duhet të ndërtojmë vetveten dhe mendsinë tonë, sikurse e ceku bashkimi pak më herët, të përshtatemi me ndryshimet klimatike, që nën kupton, që nga infrastruktura kritike, ndërtimi vendbanime, ndërtimi i anekseve të vendbanime, trajtimi tokave pjellore, trajtimi i pusetave dhe puseve për ujin, qoftë për bakti, qoftë për ujt pijës. Direktiva Vesnja, direktiva Evropiane, të adaptomi të... Në regull. Katastrofë, për çka? Unë nuk po e diskutoj adaptimin për shtatjen me ndryshimet klimatike, për shtatjen institucionale me veprime. Është një menaxhim i mirë i lumit klina në për qytet, ka vetëm disa prishe që është menaxhu, jo shpëtu. Por ato janë 6 lumej, edhe kur derdhet lumi drim, aja ka zonën, ka dhe ndotje, bajnë... Cila është mendësia jonë kolektive? Cila është mendësia jonë kolektive? Na jena çdo ditë terren edhe i shohmi. Lumejt tonë janë të mbuluar me mbeturina. Kush i ka hudhat të mbeturina? A i kemi hudh ne? Kush i ka menaxhuar ose kes menaxhuar? Ajo është faktikisht ai zinxhiri. Po tash nuk di ç'më thonë te ne, ka lum që është pastru para këtë në që kanë qenë segmente, te prizreni, shkojnë bukur, pastër, vjen kompania, a besoni te lumi, që pastër, ka oqë, bëjler, a është mendësia me tregu cili? Po prandaj roli institucioneve. Duhet mendësia njerëzve, neve, qytetarve, krejt neve, shoqërisë tonë, mu largu njerë prej vidi se nuk është lumi transportuesi i mbeturinave. Nuk është që të nështë mendësia që hudhë se e banë. Javën e ardhshme do të vazhdoj me temën e vërshimeve, kështu që edhe javën e ardhshme... Vërshimet nuk kryen, vazhdojnë. Po, prandaj do të... Jo, vërshimet mund të ndalen, po ne tema duhet të diskutojmë. Unë se herë t'i parashikoj, thom i sholla nuk ndodhin. Ma mirë është dështoj unë, se so me pos realisht atë që ka parashikoj. Atë që ka ndodhi. Ju falenderoj shumë.
edhe për ardhjen tuaj, për kontributin, por edhe për angazhimin shumë sinqerisht që e keni bërë dhe e bëni gjithashtu. Faleminderit. Miq, ne po e përmbyllim emisionin për tema përvërshime dhe pasojat që vinë më pas. Ne do të vazhdojmë të diskutojmë këtu në RTK Green, a është çështje e menaxhimit institucional apo e ndryshimeve klimatike apo të dyja së bashku. Ne do të flasim edhe në ditët e ardhshme sepse vërshimet janë duke u shpeshtuar jo një herë në 20 vjet, po tash po ndodhin brenda vitit 2 herë. Kështu që a është më shumë ndryshim klimatik apo menaxhim jo i dur institucional, ju flasim edhe ditëve të ardhshme.